33 vjeçari, i cili u përfshi në aksidentin e ndodhur të shtunën në aksin rrugor Lezhë-Milot, ku mbetën të vdekur 2 vëllezër, do të qëndrojë në burg pa afat. Ardit Xheçi u njoh me masën e sigurisë në gjykatën e Lezhës, ku pasi dëgjoi palët, gjyqtarja Irma Cacaj pranoi kërkesën e prokurorisë dhe vendosi masën e sigurisë arrest me burg për 33 vjeçarin, i dyshuar për kryerjen e veprave penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt. Aksidenti tragjik ndodhi në orët e para të mëngjesit të së shtunës në afërsi të kryqëzimit të Shënkollit në Lezhë, ku përplasën 2 automjete e përpasoi gjetën vdekjen shoferi dhe pasagjeri njërit prej tyre, vëllezërit Ramazan dhe Agim Harapi nga Mëlgusha e Shkodrës. Pas ngjarjes, policia arrestoi drejtuesin e automjetit tjetër, shtetasin Ardit Xheçi, i cili dyshohet të jetë bërë shkak për aksidentin, ku pas testit të alkoolit rezultoi të ketë qenë në gjendje të dehur. Aksi Lezhë-Milot vijon të jetë ndër problematikët sa i përket aksidenteve rrugore me viktima dhe të plagosur, ku krahas mungesës së standardeve në rrugë, shkak kryesor i tyre është edhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit nga drejtuesit e automjeteve.